Sonte kishim emocionet veçanta në premierën e filmit Pranvera për gjakur dhe nuk besoj që ka shpëtu dikush pa u përlot nga emocionet edhe nga skenat rëndësishme cilat i kanë përjetue shqiptarët në luftën e fundit. Qoftë i përjetshëm kujtimi për gjithë dëshmorët edhe gjithë shtërimtarët që kanë dhënë gjithçka për lirinë e Kosovës. I lumt Ganimet Bityçit për skenarin dhe regjinë e filmit. Shumë suksese. Në prag të Krishtlindjeve ishte festë në Prizren. Ishte festë se u shpërngull, u dynd Drenisa e erdhi në Prizren dhe na dha një film mrekullueshëm, një film për luftën tonë fundit, për luftën tonë lavdishme. Regjizori është luftëtar sahi, do thotë ky që e ka përjetu luftën, e ka pasur në kokë, e ka pasur në gjepa dhe na qiti në ekran. Ju uroj sukses, jetë, gjatë edhe filmi ka me rrugtu shumë. Ju lumë djema, ju lumë qika, ju lumë pleq, tu njës prej meje, edhe njerë suksese. Suksese. Shfrytëzoj rastin ta uroj mikun tim edhe regjisorin ose autorin e këtij filmi. Na ka dhuru një ndjenjë dhe një situatë si gjatë xhirimit, si pas xhirimit, një ndjenjë tamam të ngjarjes vërtet. Do të gjitha përgëzimet shkojnë për autorin. Na ka kthy në kohën më të lavdishme dhe më të dhëmshme që kemi pas. E përgëzoj. Jam ndi ashtu si shumë keni pa në film, që ashtu jam ndi edhe mas filmit, edhe gjatë xhirimit. Ju du shumë. Respekt. Filmi është sakrificë. Pale me lujt edhe sakrificën e popullit tonë që e kemi kalu, do thotë ka qenë goxha vështirë, po u kurorzu bukur, të falenderu Ganimet Bityçin, që e ka bërë gjithë këtë punë, kolegë tjerë, premiera u kry, fatmirësisht e pritën mirë shumë publiku, që na gëzoj shumë pa mos duar turkitja dhe urimet e tyne mas kësaj premiere. S'to diçka me shtu tjetër. Zakonisht mas premierave na jemi të emocionum, të folme me shumë njerëz, me se cilin të na uru, që i falenderoj gjithë, po kryesisht stafin që e ka realizu këtë film, me komandant Ganimet Bityçin. Komandant i thamë për shkak se regjizori është një lloj komandanti, sepse ai i qet në përbozicion e krejt aktor. Edhe besoj që mirë, tashti vetë do të me reflektu ma vonë, publiku e pritën mirë kaq. Prej filmave të mirë, vërtet mirë që jonë punu për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, për luftën e fundit që është bo në Kosovë. Kemi pa dhe filma tjerë ma herët, jonë punu me ide të mirë, me qëllim të mirë, po dyqysh ma pak ka pas investime edhe te pyroteknika, edhe te makineria e luftës. Të ky film duhet me komplementu Lalushin se vërtet e ka dhonë maksimumin për me bo një projekt të mirë, filmik. Ka prek shumë segmente. Ka prek pjesën e familjes, pjesën e shoqënisë, luftë. Ndoshta hala jo me dhonë me emocionet e filmit, po vërtet
Aqë shumë ka që ka me o thonë që nuk po di cilat fjallë me i zxellë ma përpara dhe që ka me thonë. Lalush, komplemente, urime, shumë suksese për një punë që e ke bo një punë të mirë. Është nisë mirë sepse ke ofru makinerit luftës, që ma herët ma pak i kemi po. I kemi po, po i kemi po ma pak. Rrugë të mbarë edhe suksese filmit. Përshëndetje, ja pra premiera e filmit Pranvera për Gjakur përfundoi, ku një film me metrazhe të gjata, bukur i dhimbshëm dhe besoj që ky film do jetë edhe në Evropë gjithkund, ku priten nga janari të depërtojmë në Gjermani, në Zvicër, në Amerikë dhe gjithë Evropën, ku do i tregojmë të gjithë botës që shqiptarët kanë qenë viktimat dhe unë si aktor i këtij filmit me të vërtetë e kisha shumë të vështirë sepse e kam përjetuar vetë luftën dhe i kam parë të gjithë aty ngjarje, të gjithë aty viktimat, të gjithë aty masakrat i kam përjetuar dikur dhe sot prapë i përjetova në film dhe na kthejnë kohën e dikurshit me një dhimbje shumë të madhe, me emocione, kështu që i falenderojmë të gjithë pjesëmarrës që na vizituan dhe së shpejti do depërtojmë në Evropë. Ju faleminderit dhe ju mirëpresëm në Evropë. Mirupafshim. Jam i lumtur që kom mujt me dhau kontributin tem në filmin e Pranvera për Gjakur, si pata mundësin të veshë 2 uniformat, si daktori, si të shpesh lirëmtarët Kosovës, ta jap kontributin maksimalisht sa kem pas mundësi. Po ashtu edhe në sponsorizimin e filmit, në momentin që kem bisedu me Lalushin, jam ka i gatshëm ta jap kontributin tem për me dalë një film sa më i bukur si është e mundshme. Këtë rast ka dalë filmi mrekulli, me sa u pa publiki e pëlqej, kështu që jam shumë krenar që jam pjesë e këtij filmi dhe falënderimin i takon Lalushit, ashtu edhe aktorëve, stafit për mbështetjen që na kanë dhënë për aktrimin sa ke mujt me dhënë kontributin tonë. Faleminderit shumë, respekt gjithmonë për Ushtrinë Lirëmtarë të Kosovës dhe mjekët që e kanë dhënë kontributin e vet, çdo vend ku ka nevojë. Faleminderit. Kam qenë pjesë e filmit Pranvera për Gjakun në rolin e Pranverës. Është një film me tematikë shumë të rëndësishme jo vetëm për popullin shqiptar, por përmbar gjithë ata cilët dojnë me ditë historinë tonë, sidomos të luftës së fundit, të krejt përjetimeve cilët ne si popull i kemi përjetuar gjatë shekujve. Kjo e fundit, nëpërmjet filmit, Lalushi apo Ganimeti ka shfaq një histori apo pjesë të ngjarjeve të luftës së fundit ku për një me javlen me i pa, ata të cilët nuk e kanë përjetu luftën, ta din që ne çka kemi përjetu, në çka kemi kalu, edhe uroj që mos të përsëriten më histori të tilla, le të jetë kjo e fundit, po që filmat të tillë duhen të realizohen, duhen të shfaqen edhe duhen të shikohen në mbar botën për të pa dhe për evidentu historinë tonë të vuajtshme të popullit shqiptar. Ju faleminderit shumë edhe ju ftoj që ta shikoni filmin. Të dashur shqiptar, unë jam Liria. Liria e kombit, liria e plagëve, liria e luftës. Jam liria e lirisë. Jam liria e Pranverës e për Gjakur. Jam shumë krenare dhe falenderoj përzemërsisht regjisorin që më përzgjodhi mua për këtë rol kaq të madh. Jam shumë krenare, gjithashtu pse jam liria e gjithë shqiptarëve, motra e UÇK-s.
Unë nuk kam asgjë më shumë për të folur për këtë film, sepse e keni parë ju vetë se çka do të thotë t'jesh pjesë e UÇK-s. Liria ka emër, ja ku është liria. Liria është në çdo pikë gjakut të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Liria është në çdo pikë kufiri të shqiptarisë. Pa liri nuk ka asgjë në jetë. Prandaj ta mbrojmë me mish e me shpirt. E mos lëmë askënd dhe asgjë për përqarje. Ju dua, qofshi gjithmonë bashkuar shqiptarë. Unë si aktore e një filmi Pranvera për Gjokur, Bora Bytyqe ose ndryshe Ajshe në film, dhe që u krijuan nga Gjoxhi em, nga Nimet Bytyqe, dhe falenderoj shumë dhe lavdi për të gjithë dëshmorët e UÇK-s. Ju dua shumë. Pranverë e për Gjokur, por sot ke pranverë e për Lutur, për shkak se krijoi një emocion, cilën edhe publiku e prit dhe manifestoi me lot, pasi që e përjetu një ngjarje e cila është parashëruar, është rikthyer në mendjen tonë se çka ka ndodhur. Ti jesh pjesë e projektit tillë, është privilegj, emocion, po dhe përgjegjësi. I modhi Ganimet Bytyqe Lali na e ka dhënë këtë mundësi që edhe ne të jemi një pjesë e tillë. Prandaj, projekt nuk është vetëm një film, është më shumë se një film. Është një rikujtesë, është një kthesë mbrapa që ta kujtojmë se çfarë ka ndodhur dikur. Është bazuar në ngjarje të vërteta. Pjesa më e madhe e filmit është pjesë të cilën Lali e ka përjetuar vetë, shokët e tij, familjarët e tij. Prandaj, mundësinë që ky na ka dhënë të jemi pjesë e këtij filmi na ka respektuar dhe na ka bërë me nder. Kështu që i ftojmë gjithë që ta përcjellim prapë të gjithë ata që nuk e kanë ndjekur këtë film, ta shikojnë përsëri dhe ta ndjejnë atë emocionin e vërtetë se çka ka ndodhur. Unë i ftoj gjithë bashkëkombasit tonë, bashkëvendasit tonë, sidomos tash është koha dhe gërbeqarëve që të vinë në Cineplay këtu në Prizren, ta përcjellin këtë ngjarje, ja vlen, do të përjetojnë emocionet të cilat nuk i kanë përjetuar asnjëherë. E falenderoj shumë Lalin që na ka dhënë mundësinë të jemi pjesë e këtij projekti. Ju dua. Hajde të puthim për një herë. Hajde. Unë jam Fatime Kalimashi, jam aktiviste, jetoj në Zvicër dhe Enkas kam ardhur sonte për të shikuar filmin Pranvera për Gjokur. Ky film ka sjell shumë emocione dhe ishte një emocion i papërshkruar. Vërtet është një titull shumë i emocional dhe i fuqishëm për vetë faktin e luftës të Kosovës, dhe për këtë film unë dua t'i falenderoj gjithë artistët, gjithë ata që kanë marrë pjesë dhe i përgëzoj për këto emocione që na kanë sjell dhe shpresoj që ky film të jetë sa më i shikueshëm, sa më i pëlqyeshëm dhe le të jetë një mesazh shumë i fortë që mos ta harrojmë gjakun e dëshmorëve, mos ta harrojmë luftën dhe mos i harrojmë dëshmorët e Kosovës që na sollën lirinë, që fal gjakut të tyre ne sot jetojmë në paqe dhe në liri dhe gëzojmë të gjitha të mirat. Unë vetëm mesazhi im është për gjithë ata që duan që të jenë pjesë e ngjarjeve të jo vetëm të tilla, por edhe të ndryshme që të kontribojnë sa më tepër për dhënën e tyre, për historinë e tyre dhe mos të harrojnë kurrë historinë, sepse pa ditë rënien nuk mund të arrish askund dhe për të shkuar askund dhe për të treguar se Përshëndetje, unë jam Arjan Gashi, kompozitori i filmit. I përgëzoj të gjithë kolegët dhe të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë film. Jam kënaqur që jam pjesë e këtij projekti, shpresoj që ky film do të rrugtojë nëpër të gjithë botën, ashtu si ai i kaluari. S'mbetet asgjë tjetër veç shpresoj që t'ju pëlqejë dhe shpresoj që jeni do të kënaqur me filmin.
Përfundoi premiera e filmit Pranvera për Gjokur. Unë si skenarist dhe regjisor i filmit Pranvera për Gjokur besoj që publiki është ndo i kënaqur. Film me një temë shumë interesante nga lufta e fundit në Kosovë, te ato të hjekat e popullit tonë që kanë hekë gjatë luftës së lavdëshme të Turqisë ndërkohë Kosovë. Jemi munduar sadopak me përmbledh një ngjarje e cila ka ndodhur në vitet 99 në Drenicë, po jemi munduar me dhënë maksimumin fal donatorëve që kisha, domethënë se tjetër përkraje nuk kemi pas. Pra me atë mundësinë që kemi pas, deri këtu kemi arrit, besoj që publiku do i kënaqur dhe ju këshilloj që ta shikoni të gjithë tjerët, sepse ja vlen me pa një film Pranvera për Gjokur që tash që nga sonte nis rrugtimin nëpër kinemat e Evropës. Faleminderit. Përshëndetje, jam Vedan Rama. Kemi luajtur në filmin Pranvera për Gjokur, një film i cili ka dhënë luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si cilën Serbia ka bërë gjenocid ndaj shqiptarëve në Kosovë. Është një film shumë i mirë për të shikuar dhe për të ditë të vërtetën që ka bërë gjenocid Serbia në Kosovë. Unë kam marrë pjesë në këtë film për masakrën që kanë bërë në Shkirë gjatë luftës tonë në Kosovë.